Bravo, Vajza, pra, jemi në qytetin e Sarandës, Gazi, gazetari emisionit Qathu ka vajtë do me një shërbim tepër special. Një grup banorë që shkruajtën emisionin Qathu në emailin e tij thanë, zotërinë të nderuar, ju lutem na ndihmoni, në terracën e pallatit ton është një antenë e një kompanie telefonike celulare e cila emiton në val. Janë të dëmshme. Për momentin nuk do të a them. Më fal, edhe për këtë gjë ke çu Gazin nga Tirana në Sarandë? Absolutisht. Po, të nderuar zotëri qytetar të Sarandës. Në terracën e pallatit tim është një antenë, një depozit, edhe qeni gordhur i pronajt i cili nuk e zbret dot poshtë. Edhe nuk kanë kohë kështu si ju. Do të bie syrivën, do të bie syrivën. Të bie syrivën. Se syreva hiu s'ka nevojë nga shka hyrën nga mure. Bravo, bukur. Ndiqni pak banorët, ndiqni pak Bashkinë e Sarandës, ndiqni pak dhe zyra rajonale e mjedisit, të cilët thonë që ndëgjoj pak. Çfarë thonë? Miqtë e emisionit Qathu, sot kemi ardhur në fshatin 6 të Sarandës dhe tani jemi me një grup banorësh të cilët kanë ngritur shqetësimin e tyre në lidhje me problematikën që është ngritur tek emisioni jon për një antenë. Zotri, si qëndron problemi i kësaj antenës? Kjo antenë është vendosur para 3 muajsh dhe nuk më duket e logjikshme që të vendoset një antenë celulare mbi një shtëpi të banueshme, kur neve jemi këtu dhe banojmë. Me gjithë përpjekjet kemi bërë për mos lejimin e vendosjes së kësaj antene dhe jemi drejtuar të gjitha organeve të pushtetit lokal, siç është bashkia, por edhe deputetit aktual që kemi në Koço Kokdhimës. Fillimisht na kanë dhënë një okay duke sjellë shumë herë policinë bashkiake për ta ndaluar vendosjen e kësaj, por duke qenë se ishte ajo tranzicioni i pushtetit. Pra pas 23 qershorit, këta të Vodafonit nuk e dim kush e ka këtë antenë, na erdhën me ca karta të firmosura nga Sali Berisha dhe Sokolov Dashi. Kam shtëpi këtu në krah. Kjo shtëpia poshtë Po kjo shtëpi e vogël. Edhe unë mbështetem me bashkëtarët e mi. Nuk jam dakord se kjo antenë të ngrihet. Po të shikojmë sot, pas vendosjes së vendosjes së kësaj antene këtu në lagjen tonë, kemi filluar nga ana shëndetësore të mos e ndjejmë veten mirë. Përgjithsisht kemi rrahje të forta në gjoks, këputje, edhe her pas here deri gati në vjellje. Të bësh biznes në kurriz të jetëve të njerëzve, kjo është e papranueshme. Pasi dëgjuam ankesën e banorëve në lidhje me shqetësimin e tyre që kishin për antenën e vendosur mbi shtëpitë e tyre, ne jemi drejtuar Bashkisë së Sarandës për të marrë informacion të mëtejshëm. Shkojmë. Dërsa ju keni shqetësimin e banorëve, kjo tregon që antena atje ekziston. Ne se zyrt shërbimesh nuk kemi dieni për këtë problem. Dhe duke parë gjithë dokumentacionin tonë të rrëshuar për vendosjen e këtyre antenave në periferitë e Bashkisë së Sarandës, nuk rezulton që të jetë dhënë leje për vendosjen e kësaj antene në zonën ku ju bëni fjalë. Do merret ndonjë mas? Ne do të komunikojmë me inspektoratin vendor të mjedisit, me kryetarin e bashkisë, me inspektoratin tonë ndërtimor dhe do të kalojmë direkt në verifikimin e këtij problemi, duke kërkuar gjithë dokumentacionin mbi bazën e cilës mendohet se është vënë ky objekt në këtë zonë banimi. Në të kundërt, nëse nuk plotëson asnjë nga kushtet, do të ndërpritet aktiviteti i saj. Bashkia e Sarandës na tha se në lidhje me vendosjen e antenës në fshatin 6 të Sarandës, ata do të konsultohen edhe me Agjencinë Rajonale të Mjedisit nëse është marrë ndonjë leje mjedisore nga kjo zyrë apo jo, dhe më pas do marrin masat e duhura. Ne do të shkojmë nga ana jonë për të marrë të informacion nëse është marrë kjo leje mjedisore nga kjo zyrë. Shkojmë. Ne si Inspektorati i Mjedisit nuk jemi në dieni për të fakt. Pas këtij informacioni që morëm nga ju si media dhe nga bashkia që erdhi tani në moment informacioni, do vëm ta verifikojmë në vend ngjarje dhe më pas do të marrim masat përkatëse. Ajo që na ngelet ne është të rikthehemi përsëri në Sarandë dhe të shohim nëse është marrë ndonjë mas kundrejt kësaj antene apo jo. Atëherë, jo, shiko, nuk po merrem nëse është apo jo e dëmshëm sepse kam një fas tjetër më pas. Po merrem me faktin që ka pa leje, më zotëri. Bashkia e Sarandës, jo. Zyra rajonale e Mjedisit nuk pas ka dhënë leje, po mi më si ka mundësi që
unë ngrika një antenë ma një pallati ashtu, do të vesh një antenë, një kompani celulare, qoftë Vodafone, apo ku tash ka leje për një cop antenë 14 metroshe që ti bën kokoshkat ndërkohë që ti je në shtëpi. E me tonë, e urdoqë e su shpikën në mikrovalët. Nga këto antenat, ka një inxhinier aty me një dorë me misër, ju bën kokoshka ndorë. Tash ka leje ti për një antenë bukur. Ndërkohë që sipas një studime të një kompanie shumë serioze në Amerikë, thonë që në fakt nuk dua të bëhem dashakeq, por në një rrugë në Amerikë është studimi 7 nëntor 2012 thotë që pas ju vun disa antena të tjera është rritur shumë tek banorët çrregullime dhe numri i kancerit tek banorët. Po ashtu kam një ligj shumë interesant që thotë Republika e Shqipërisë për mbrojtjen nga rrezatimet jo ionizuese. Kuvendi i Shqipërisë thotë ky ligj përcakton masat që synojnë mbrojtjen e publikut dhe të punojshme nga efektet dëmtuese në shëndet, si rezultat i ekspozimit të tyre ndaj rrezatimeve jo ionizuese në intervalin e frekuencave 0-300 GHz. Okej. Sa rrezatojnë këto antena? Sa rrezatojnë? Nëse me këtë nuk do të merrem pikërisht sot. Është një hapi im i dytë i cili tashmë ka mbaruar, por do ta bëj publik për ju mi nderuar. Që ndoshta ka ardhur momenti të bëhet një aksion në gjithë Shqipërinë për këto antena që na kanë mirë si kërpurlla në për çdo pallat. Më fal, zoti inxhinier i antenave. Po më thuaj. Inxhinier i antenave. Po më thuaj. Ka raste që nuk ma merr mirë kanalin televiziv. Sa kap kabllin unë? E merr më mirë. Mos zvallet unë nga këto valët janë bërë pak si antenë. Edhe unë e metoj val. Je bërë pak si kapull jo si antenë. Ndoshta Saranda është periferie e Shqipërisë. Domethënë është shumë qytet i rëndësishëm, po është pak larg kontrollit e këtyre gjërave të tjera nëse ka leje apo jo. Po brenda në Tiranë pranë një spitali? Jo, në Tiranë rrupsup gjëra. Janë nga ligje, ka qeveri, ka kryeministri. Bravo, më pëlqen. Ndiqje pak me vëmendjen. Pas ankesës së banorëve të Sarandës në lidhje me vendosjen e antenës mbi kokat e tyre, ne sot kemi dalë edhe në Tiranë. Shikoni edhe vetë se sa qindra antena të telefonisë mobile janë vendosura mbi kokat tona. Në lidhje me këtë problem, Instituti i Shëndetit Publik dhe zyra e mbrojtjes nga rrezet jo ionizuese thotë se për të gjithë Shqipërinë janë të dhëna vetëm 120 leje për vendosjen e këtyre antenave. Çdo antenë e transmetimit celular emeton valë elektromagnetike dhe këto valë elektromagnetike rregullohen nëpërmjet ligjit të mbrojtjes nga rrezatimit dhe rregulloreve përkatëse në këtë fushë. Rrezatimet elektromagnetike sigurisht që kanë një efekt në qenjet humane. Këto efekte shoqërohen me rritjen të pjesshme të temperaturës, me një acarim të sistemit nervor. Kohët e fundit në Shqipëri janë po matje në lidhje me këto rrezatime që shkaktojnë antenat e telefonit. Ky është një proces që është akoma në diskutim në politikat e komisionit. Ka dy mënyra për të bërë matjen e valve elektromagnetike në Republikën e Shqipërisë. Të dy metodat kanë përparësitë dhe dobësitë e tyre. Komisioni akoma nuk ka marrë një vendim përfundimtar, meqense ne akoma jemi në fazën e akteve të miratimit, por shumë shpejt do dalim me një përfundim se si do të jetë procedura për realizimin e matjeve, sepse çdo matje do ketë të përcaktuar qartë metodikën dhe procedurën si do të bëhet kjo matje, me qëllim që të ketë dhe vlerë ligjore dhe vlerë teknike. Deri në këtë moment Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet ka dhënë rreth 120 leje akte miratimi për stacione bazë të ndryshme në zona të ndryshme të Shqipërisë. Deri tani kur ishte telefonia mobile në Shqipëri me 2G, frekuencat shkonin deri në 900. Tani me fulljen e 3G-s, këto frekuenca janë rritur. Sa shkojnë frekuencat? Frekuencat për transmetimet janë të nivelit 2100. Në procesin e vlerësimit që i bëhet antenës, sigurisht që merren në konsiderat të gjithë bandat në të cilat operon celi. Nga vlerësimet që kemi bërë deri në këtë moment, zona kritike ose zona e riskut në drejtimin horizontal shkon rreth 12 deri në 13 metra nga vlerësimet që janë bërë, ndërsa shkalla e vlerësimit për sa i takon zonës kritike në drejtimin horizontal është
deri në maksimumin 6 deri në 7 metro. Dhe këto janë pak a shumë nivelet në të cilat zona kritike i referohet për më shumë se 80 deri në 90% të antenave në Republikën e Shqipërisë, mendojmë. Deri në 13 metra nuk ka rrezik. Pas 13 metrave, ty të bëhet sanduiçi në dorë vetë. Da më thënë, është antena me pallatit, jeti kati 5, kati 4, kati 3. Sa metra nga 3 metra të majsh për kati janë 9 metra. Ka pak rrezik. Ka rrezik. Pa alarmuar kërkën, ka rrezik. Ndërkohë, dikush është e të mërshme më e madhe gjithë sistemi që unë do të denoncoj në emisionin tim, tonin më falë, që matjet për rezatimin, për emetimet jonizuese të këtyre antenave i bëjnë vetë kompanit dhe aqen Institutit të Shëndetit Publik. E thonë, unë kam besim në sinceritetin e këtyre kompanive që japin shifrat. Bravo. Të shumë kam bën një antenë maj pallatit që zoguzi, ndaq Vodafone, ndaq AMC-ja, ndaq Eagle, ndaq Plusi, e thonë, kjo antenë emeton vetëm 25 GHz. Është brenda normave të lejuar. Vërtet flokët nga të shtrira ti bën kështu, por nuk është se ka nuk ka problem. Pra, ky është ngërçi më i madh, ky është absurdi më i madh. Por pak nga pak të gjithë banorët që kanë mbi supet e tyre, në pallatin e tyre një antenë që ka frekuenca më të larta se sa është e lejuara, do të shpëtojnë në një lëvizje mbar qytetare organizuar nga Qathu. Thash bukur? Një pyetje kam. Urdhë më thuaj? Ja i hoqëm ne këto antena. Për të folën telefon, mos duhet bëjmë si para 16 viteve që të dalim te bregu matan? Më fal. Si e ka zgjidhur? Të bëj një pyetje. Ore, më fal. Fshinjet tan amerikanët si e kanë zgjidhur këtë? Ja, këtu më dil. E para punës nuk ma ham mendja që në Amerikë dhe për këtë ta garantoj me gjithë s'kam qenë asnjëherë, edhe s'do të jetë far away. Si për një pallati pranë një qyteti vehet një antenë nga ish deputeti. Nuk ma hamëndja se... Pasa janë gratacelat Amerikës, e dhe antena ati kush e shef antena ati lartë. E pa e punës, edhe tekniku nga këto kompani thot, mund të hypi të atjet mas antenën, marri për të donat. Dëgjoj. Pse ndodh kjo problemi antenave? Mundohen kompani të vënë antena si për pallateve, sepse nuk duan të shpenzojnë. Të vënë disa të vogla që nuk të dëmtojnë në për rrugica, në për pallate, në për gjëra të vogla, si ato që vënë për lokale, që kur s'ke val. Që janë wireless. Wireless, bravo. Për shpëtuar këtë dhe për kursyer, futi 14 metra duke pallati se ka bju zogë në zipla, futi një duke brili, futi një duke gjaku. Jo të po nga ato që bëjnë kështu, po ti dëgjosh që ti bëjnë. Bukur, do të kthehemi përsëri, të hënën për të folur për probleme tjera. Sa e lehtë është në Tiranë të marrësh një master, të bëhesh profesor doktor, e punon ti vetë këtë punë, diplomën tënde, apo mund të punojnë të tjerët? Shumë e vështirë është, e punon vetë, të del shpirti duke studiuar, dhe sa të jeton me djersën e ballë. Të bravo. Natën e mirë, përshëndetim, mirë pafshim përsëri nëse mbrëma. Më fal, të hënën, 30 vajta. Thonca,